Këto janë pamje lufte që i kishim marrë në Ballkan, edhe ndoshta nga konflikti i vitit 2001 nuk kemi pa akte kaq të dhunshme. Policia Maqedonisë ka sulmuar shqiptar të pafajshëm, burra, gra, fëmijë, në mëngjes herët, pa njoftim, pa paralajmërim. Edhe kjo është ajo që shohim sot, i ka marrë atyre gjithçka që kishin. Më radh parë i ka dhunuar si shtetas barabartë Republikës Maqedonisë. Duhet detyrimisht qeveria e Maqedonisë t'i kthejë këtyre qytetarëve të lagjes trimave, gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, besimi se mund të vendosi drejtësi, duke hetuar ngjarjen dhe duke nxjerrë përgjegjësitë, pra duke nxjerrë para ligjit ata që kanë dhunuar civil të pafajshëm. Sepse Maqedonia nuk mund të bëhet shtet i drejtë, demokratik, nëse nuk ka drejtësi. Edhe herë dua të them ngushëllimet e mia, dua të shpreh dhimbjen, trishtimin, solidaritetin për gjithë ata banorë që i takova sot vet, që kanë vujtur një padrejtësi dhe në fakt një pabesi. Se kur shteti është i pabes, ky është fundi i shtetit. Megjithatë kam një besim edhe një shpresë se kjo quhet lagja e trimave. Edhe nëse lagja nuk është më, trimat do mbeten. Sepse Kumanov edhe shqiptar pa trima nuk do ketë.